Mirë se erdhët të dashur miq, ja ku erdhi momenti që ne takohemi si çdo ditë tjetër nga ekrani Vizion Plusun. Ju përshëndes dhe ju ftoj të qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Do të kemi një bisedë interesante sot dhe për më tepër një bisedë që të gjithëve na shërben, aq më tepër tani që kemi hyrë zyrtarisht në sezonin e nxehtë të verës dhe me siguri që temperaturat të pakën të këtyre ditëve i keni ndjerë mjaft mirë, keni ndjerë edhe pse jo ndonjë problem shëndetësor, kështu që me siguri do të keni nevojë të dëgjoni e të merrni më shumë informacione. Për më tepër që vazhdimisht edicionet informative gjatë sezonit të verës mbushen edhe me kronika të veçanta që japin këshilla për pacientët nga të gjithë mjekët. Kështu që sot do të marrim këshilla verore nga 4 mjekët që ne kemi të ftuar në studio, do të kuptojmë se çfarë ndodh me shëndetin tonë gjatë muajve të nxehtë të verës, nëse duam të largohemi me pushimet, çfarë duhet të kemi parasysh dhe natyrisht targeti më i riskuar që të paktën nga ajo që dëgjojmë janë fëmijët edhe mosha e tretë, por do të kuptojmë më shumë me bisedën që do të kemi dhe do të ndajmë me mjekët e ftuar. Duke nisur më njëherë me prezantimin e tyre, ju prezantoj me mjekun stomatolog Rasim Vrioni. Faleminderit që jeni në studio, doktor. Jam kurioze të di, me dhëmbët ndodh ndonjë gjë gjatë verës? Apo vetëm po i lam ne na lan? Ajo që ndodh me dhëmbët është kjo, të gjithë shkojnë me pushime, vetëm ata mikrobet, mikroorganizmat që krijojnë problemet, vetëm ata nuk shkojnë me pushime, për më tepër shtojnë aktivitetin. Prandaj ndërsa ne pushojmë, duhet të shtojmë kujdesin për gojën. Ndërsa nëse do të flasim më shumë për ato problemet që janë më të spikatura, më tepër shtohen traumat, meqense koha është e nxehtë, njerëzit notojnë, merren në sporte më shumë dhe shtohet numri pacientëve të cilët paraqiten pranë klinikave me traumat, dhe kategoria tjetër janë ata të cilët shkojnë me pushime, kështu që do duhet të cekim dhe çfarë duhet të kenë kujdes para nisjes për pushimet. Për më tepër në valixhe furçën e dhëmbëve. Patjetër. Se kujdesemi më shumë për gjërat e tjera dhe harrojmë që pritse dhe shëndeti është shumë i rëndësishëm. Dhe do të përmendem pak në fillim, le të themi, disa nga ato problematika shëndetësore që hasen më shumë tek pacientët që ju shtohen gjatë sezonit të verës. Dhe të qëndronin pak më gjatë. Pra, nëse do të flasim për rritjen e temperaturave, nuk ka ndikim të drejtë për drejtë, por në mënyrë indirekte ndikon tek shëndeti edhe tek pjesa e gojës dhe dhëmbëve. Rritja e konsumit të pijeve me gaz shton problemet e gojës për faktin e parë, duke qenë të gazuara, krijojnë Çfarë ndikimi kanë tek dhëmbët pijet e gazuara? Po, lloji ose elementet që shtohen përmbajnë në brendin e tyre edhe acide, të cilat kanë aftësinë të shtkrijnë strukturën e dhëmbit. Pa dhënë emër të pijeve të caktuara, po të njëjtin lloj acidi, acidin ortofosforik, ne e përdorim për të bërë të mundur demineralizimin e dhëmbit dhe më pas për të bërë të mundur bërjen e mbushjeve. Ka pije të caktuara në të cilat bëhen prova dhe nëse lihet një dhëmb për një periudhë të caktuar brenda asaj pije, po duhet minimalisht 2 ose 3 ditë, fillon e shkrin strukturën e dhëmbit, kaq të dëmshme janë. Okej, askush nuk e mbush gojën me pije të gazuar dhe ta mbaj për 3 ditë në gojë, por konsumimi në mënyrë të vazhdueshme dhe të shpeshtë ndikon te masa keq tek dhëmbët. Së pari për arsye të acidit ose rritjes së aciditetit në gojë dhe së dyti për arsye të nivelit të lartë të sheqerit që kanë. Duke shtuar nivelin e sheqerit në gojë, është burim ushqimi për ato mikrobet të cilat fillojnë e zbërthejnë sheqerin përsëri në acid dhe ky acid bën ose fillon atë prishjen tek dhëmbët. Gjithashtu dhe doktoresha e Ciku do të këshilloja për fëmijët, veçanërisht për fëmijët, të minimalizohet përdorimi i lëngjeve të frutave, qofshin këto dhe fruta të shtrydhur ose të bëra në shtëpi, të minimizohet përdorimi i lëngjeve të frutave dhe të konsumohen më tepër fruta. Pra të hahen frutat freskëta. Në momentin që i ha frutat, niveli i sheqerit është më i ulët. Në momentin që i merr lëng, niveli i sheqerit është më i lartë dhe ndikon më negativisht. Është lidhur me sasinë e shtrydhjes, sepse kur shtrydhen janë sasi më e madhe. Kur e merr një të freskët dhe edhe sheqeri që merr dhe kalorazhi është më i ulët, plus që ajo që është më e mira është që ka edhe fibrën brenda. Domethënë merr dhe fibrat e frutit, ndërkohë që kur shtrydhen ato ngelen në pajisje. Dhe për më tepër në momentin që fillon e ha qoftë fëmijë apo qoftë i rritur, bën dhe pastrim mekanik të sipërfaqeve të dhëmbëve. Pra thamë së pari problemi pijeve, së dyti problemi frutave që do të ishte mirë të konsumoheshin jo në formën e lëngjeve, dhe mirë do të ishte që mbas konsumit këtyre pijeve, të frutave dhe gjërave tjera, nëse është mundësi e pastrimit të dhëmbëve mirë, nëse nuk është mundësi e pastrimit të paktën për 15 ose 20 minuta konsumimi çumçakizit pa sheqer ose konsumimi frutave të caktuara ose ushqimeve të caktuara, të cilat rrisin nivelin e bështymës dhe minimalizojnë prishjet që mund të ishin molla, karrota, me raste kikirikat ose nga ushqimet e tjera mund të ishte dhe djathi. Këto do të ishin ideale në momentin kur nuk kemi mundësinë të bëjmë pastrimin e kikirikat shtojnë, paçka se kanë problemet e tjera, po shtojnë atë rrjedhjen e sasisë bështymës në gojë. Pra molla, karrota, kikirikat dhe djathi. Se mendova se bëjnë një kohë edhe djathi? Djathi, po. Do të ishte e këshillueshme
mbas ushqimit, nëse nuk e mundësinë e larjes gojës, nëse nuk e mundësinë e përtypjes së çakizi, të konsumojnë sasi të pak diçka prej këtyre ushqimeve. Për sa i përket pjesës së ushqimeve kjo. Duke qenë që shtohen temperaturat, njerëzit janë më të prirur që të shkojnë dhe të merren me sporte të ndryshme. Marrja me sporte krijon problemet me traumat. Pra, personat që do të fillojnë ndoshta mund të jetë futbolli ka më minimale, po sidoqoftë futbolli, basketbolli ose sportet e tjera që mund të jenë dhe sportet kontakteve, shtojnë rrezikun e goditjeve tek dhëmbët dhe është mundësia më e madhe e thyerjes ose shkputjeve ose të daljes dhëmbëve nga folja e vet. Do të ishte këshillueshme për këta personat të cilët merren me sporte, të aplikonin është quhet në anglisht mouth guard, pra mbrojtëse goje. Është diçka ngjashme me ato që mbajnë boksierët, vetëm se është specifike dhe bëhet tek secili person në varësi të formës së gojës dhe aplikimi dhe mbajtja e kësaj gjatë kohës që merresh me sport minimalizon mundësinë e traumave. Pjesa tjetër janë personat që shkojnë në piknik, të cilët merren me peshkim, përdorin dhëmbët në mënyrë të gabuar. Dhëmbët nuk janë bërë për të hapur tapat e shisheve. Pra fillojnë hapin me dhëmbë, fillojnë pusin e tofijet e fillispanjës me dhëmbë, edhe këto krijojnë probleme. Një kategori tjetër janë personat të cilët preferojnë të shkojnë në pishina. Vajtja në pishinë në mënyrë të rregullt, po them minimalisht 6 orë në javë, fillon dhe krijon problem me dhëmbët, është problem i rikuperueshëm, pasi është një lloj lëndë e cila i shtohet ujit pishinave dhe kjo lëndë rrit pH-in dhe kontakti me dhëmbët në mënyrë të vazhdueshme, thash minimalisht 6 orë në javë, fillon dhe krijon njolla, kafe të errët ose të verdhë në kafe mbi dhëmbët dhe në veçantë janë dhëmbët e parë. Me anë të pastrimit të gurzave dhe të këtyre cipave këto njolla janë të largueshme. Tjetër grup prap i cili mund të ketë probleme janë ata persona të cilët merren me sportin e zhytjes në ujë ose natojnë për një periudhë të gjatë. Te këta persona mund të shfaqen probleme të dhimbjeve të artikulacioneve, është kyçi i cili bën hapjen dhe mbylljen e gojës, ose mund të kenë një dhimbje tipike që është dhimbje në qendrën e dhëmbit, është dhimbje shumë e fortë dhe shtohet si pasojë zhytjes dhe ndrimit të presionit. Te këta persona do të ishte këshillueshme para vere të bëni një kontroll, të eliminonin gjithë ato zgavrat, kavitetet, prishjet në gojë, problemet e mishrave ose infeksionet e ndryshme, pasi gjitha këto do të krijojnë goxha problem mbas marrjes me këtë lloj sporti. Interesante të gjitha, nuk një pjesë të mirë si kishim dëgjuar më parë, apo jo doktor? Disa po, disa jo. Apo nuk praktikoni as peshkimin as zhytjen? Peshkimin jo, zhytjen pëlqen. Po mirë, një vizitë përpara se të niseni për pushime. Përgjithsisht shkretet të stomatologu një herë në vit. Jemi kthyer në studio në pjesën e tretë dhe të fundit, jemi duke dhënë këshilla përpara se të nisem me pushime, çfarë duhet të marrim me vete përveç rrobave të bukura, rrobave të banjos, kapelet e të tilla gjëra që ne i kushtojmë shumë vëmendje. Doktor, ju përmendët disa, siç ishin ato mbrojtëset e dhëmbëve, por të tjera a kemi lënë pa përmendur? Pra nëse do të flasim se çfarë duhet marrim me vete. Duhet të marrim me vete, po. Pra, shkojmë me pushim thash, por mos bëjmë pushim për higjienën e gojës, patjetër. Furçën, pastën dhe do të përmendja 3 gjëra tjera. Do të ishte mirë një qetësues për dhimbjet, tipit paracetamolit ose diçka tjetër. Do të ishte mirë antibiotik për çdo të papritur të familjes për ata që nuk janë alergjik të grupit penicilinës dhe ilaç me pika për qetësimin e dhimbjeve. Këto janë për të papriturat. Qoftë ata që dalin jashtë Shqipërisë, qoftë ata që shkojnë në zonat veçanërisht të jugut, zonat e thella, ku është shumë vështirë të gjesh dentist ose të gjesh një shërbim dentar të mirë. Marrja e këtyre medikamenteve me vete të paktën të shpëton ata angarinë e lënies pushimit mes dhe ardhjes në qytetin tënd për të marrë. Duhet mund t'i përdorim vetë nëse ne nuk kemi këshilluar më parë me një mjek, pra. Në momentin që kemi një dhimbje të fortë, infeksion, dhëmbje në fytyrë, patjetër do marrësh antibiotik. Mund të flasësh telefon me dentistin tënd dhe do të merr në përgjithësi jepet amoksicilina. Qetësuesin për dhimbjet nuk ka nevojë të flasësh me mjekun se zate nuk lë dhimbje, po patë dhimbje do marrësh qetësues dhe tek fëmijët ose në rast kur kemi zgavra në gojë, janë këto eugenol ose vaj karanfilit, të cilët shiten në çdo farmaci, janë ilaçe me pika, me një pambuk ose me ato pambukët që përdoren edhe për pastrimin e veshëve, mjafton bie pak, jo shumë pasi shkakton djegje sasi e tepërt, tek vendi ku është ajo zgavra ose gropa në gojë dhe kjo e qetëson dhimbjen. Këto mund të ishte ndihmë e shpejtë për të shpëtuar për momentin dhe më pas mund merret mjekimi kur kthehesh. Për atë kategori pacientësh të cilët do dalin jashtë vendit, do të ishte mirë që të bënin kontrollet paraprake, qoftë dhe jashtë, qoftë dhe brenda, kontrollet paraprake duhen, por ata të cilët do të ndërmarrin udhëtime me avion, nëse kanë zgavra në gojë, nëse kanë dhëmball të prishura, nëse kanë mbushje të bëra jo mirë, pra me heqje nervi, në momentin e arritjes në një lartësi të saktuar, pra presioni i lartë mund të shkaktojë dhimbje të forta të dhëmbëve. Kështu që do të ishte mirë mjekimet të bëhen para nisjes dhe mjekimet mos të lihen për gjysmë. Pra, e mira do të ishte si për ata që bëjnë pushime jashtë, si për ata në vend, mos të lënë për ditët e fundit. Pra mos ta lënë 1 ose 2 ditë para të shkojnë te dentisti, un kam përtikur me pushime mbi derman ose me shiko gojën. Jo, minimalisht duhet 2 javë deri në 1 muaj
para nisjes me pushime. Pasi të Të gjithë përfundoj i programojnë kurimi i plotit tyre? I plotit tyre, sepse mund dalin të papritura dhëmballë të infektuara, dhëmë të infektuar që kanë nevojë për heqje nervi, kanë nevojë për mjekime të gjata dhe është mirë që këto të jenë mbaruar të paktën një periudhë 2 javore para nisjes. Kjo do të ishte shumë e rëndësishme. Mos lihen për në momentin e fundit. Marrja thashë këtyre medikamenteve me vete, setin atyre gjërave pas në furçën, të mos lihen mbasdore dhe tregohet kujdes tash për gjërat të cilat do të konsumohen gjatë kohës kur jemi me pushime. Kujdes të veçantë do të ishte me ata persona që shkojnë në pishinë ose në det që hidhen me kokë ose në zona ku mund të rrëshqasin, të mbrohen pasi shtohen shumë rastet kur rrëshqasin dhe thyen dhëmbët ose dëmtohen në fytyrë, pra jo lëvizje zbathur. Janë këshilla që janë jashtë të stomatologjisë, pra bëni kujdes, ruani veten sepse shtohen shumë aksidentet. Pacientët e shtatorit tek ju vinë me të tilla problematika. Shtohen shumë rastet me trauma. Kuptoj. Doktor? Problemet e gojës jo gjithmonë janë të dukshme, kështu që këshilla ime do të ishte për gjithë ata që mendojnë të nisen me pushime, kanë apo nuk kanë shqetësim, thash të pak një periudhë 2 javë deri në 1 muaj para nisjes, të bënë një vizitë tek dentisti, një pastrim të gojës, higjienizim të gurzave dhe një grafi panoramike, që të ishte këshillueshme çdo vit, të lihej për atë nisjen para pushimeve dhe nëse shikohen probleme, të zgjidhen para nisjes. Shumë faleminderit.